أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falënderimet janë për Zotin e gjithësisë, atë falenderojmë për ti, ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë njeri që e drejton Zoti, askush nuk mund ta humb, a njeri që humb veten e tij, askush veç Zoti xhella xhelaluhu s'mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt përveç Allahu xhella xhelaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe është i dërguar i fundit i Allahu xhella shanuhu. Të nderuar vëllezër, selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Por pas se të fillojmë, i lutemi Allahu xhella shanuhu që ta bëj këtë mexhelis nga mexheliset ku kërkohet dija, ku fitohet kënaqësia e Zotit, dhe më lejoni të rikujtojmë së bashku një hadith ku thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti ka disa engjëj që quhen engjëj shëtitës. Kështu kanë emrin, engjëj shëtitës. Ata shëtisin në përbotë dhe kërkojnë disa vende që quhen mexheliset ku përmendet Zoti, ku mësohet Kur'an, ku flitet për Allahun xhalla shanuhu. E kur e gjeni mexhelis të tillë, i thrasin njëri tjetrit, e jani se e gjetëm atë që po kërkonim. Thot, afrohen, mblidhen dhe hypin gati në shpinën e njëri tjetrit derisa shkojnë tek Zoti. Edhe Zoti e di më mirë se ç'ndodh. Edhe thot Allahu xhalla shanuhu, çfarë ka atje poshtë? O kresat e mia, o engjëjt e mi, thonë o Zot, jam mbledhur njerëzit duke kujtuar madhështinë tënde. Zoti pyet, a më kanë parë mua robët e mi? I thonë, jo Zot, nuk kam parë, por sikur ata të më kishin parë mua, çfarë do të bënin? Ata thonë, sikur të kishin parë ty, do të luteshin pa ndalë. Pastaj thot Allahu xhalla shanuhu, çfarë kërkojnë robët e mi? Edhe e di më mirë se ç'kërkojnë njerëzit. I thot, kërkojnë xhenetin. A e kam parë xhenetin, thot Allahu xhalla shanuhu. Nuk e kam parë Zot, po sikur ta kishin parë xhenetin. Sikur ta kishin parë xhenetin, thonë Zot, ata nuk do të ndalin duke u lutur për xhenetin. Thot Allahu xhalla shanuhu, dhe ai e di më mirë për çfarë kërkojnë mbrojtje, nga çfarë gjë kërkojnë mbrojtje robët e mi. Ata i thonë kërkojnë mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Zoti pyet, a e kam parë ata zjarrin e xhehenemit? Jo, thonë Zot, se kam parë zjarrin e xhehenemit. Po sikur ta kishin parë zjarrin e xhehenemit, sikur ta kishin parë zjarrin e xhehenemit, me siguri thot, ata do të kërkonin mbrojtje edhe më shumë. Atëherë thot Allahu xhalla shanuhu, o melekët e mi, ju jeni dëshmitarë që unë i kam falë të gjithë ata njerëz që janë bashkuar në atë vend. Melekët do t'i thonë, o Zot, por njëri prej tyre nuk ka ardhur me niyet për të dëgjuar mësim, apo për këtë qëllim që folëm deri tani. Thot Allahu, nuk ka problem. Me ata njerëz askush nuk ngelet i pafat. Ai futet bashkë me grupin tjetër. Është bereqeti i atyre njerëzve që mbledh edhe njerëz tjerë. I lutemi Zotit, pse jo vëllezër, ta bëjmë mexhelisin tonë, mexhelis të tillë, ku me lehtë Zotit i lutemi Allahu xhalla shanuhu që të na falë në këtë jetë, na fali për jetën tjetër, të na bëjë nga ata njerëz që pak a shumë sipas mundësive që kanë, t'u japë Zoti mundësinë që të trashëgojnë nga trashëgimia e pejgamberëve të Zotit, dhe ato që lanë trashëgim profetët ishte dituria. A njeri që ka fituar pak dituri, le ta di se ka fituar pak nga trashëgimia e pejgamberëve dhe pejgamberit të fundit, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të na bëj Zoti në mos na bëj dietar nga ata që quhen nxënës diturie. Në mos na bëj nxënës diturie, simpatizant diturie, por jo të na bëj nga i katërti që nuk është as dietar, as nxënës dije dhe as simpatizant dije. Do flasim sonte me lejet Allahu xhalla shanuhu për një nga imamet e dëgjuar, nga figurat e mëdha të muslimanëve. Është figurë me vërtet shumë e madhe e muslimanëve. Siç kemi folur për Imam Ebu Hanifën, Imam el-A'zam, imamin e madh, kemi folur për Imam Malikun, njeriu me autoritet të jashtëzakonshëm, të cilët i tuteshin edhe mbretërit e asaj kohe. Do flasim sonte për Imam Shafi'in. Me vërtet një imam shumë i madh, me dhëbin e të cilit e ndjekin sot miliona njerëz nga të katër anët e botës islame. Do shikojmë që kemi të bërë një figurë
me njëri që nuk jetoi shumë gjatë, 54 vjeç. Por për 54 vjeç, do të thënë ai la shenjë në këtë botë. Edhe ne nuk e dim sa do të jetë jeta jonë, por shpresojmë që sa do të jetojmë të lëmë gjurmë në këtë jetë. Kjo është jeta e njeriu. Luma njëri që lën gjurmë të mira, dhe këta gjurmë përmenden edhe mos i ka vdek njeriu. Emri Imam Shafiut është Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Pseudonimi i tij është Shafi'i, ndërsa emri i realitet është Muhammad ibn Idris. Vdiq në moshën 54 vjeç. Lindi në vitin 150 të Hijrit. Thonë është viti ku ka ndruar jetë Imam Ebu Hanife. Dhe dietarët e kanë quajtur këto një begati të madhe, se Zoti u mori një dietar, por u solli një dietar tjetër. Edhe kjo është ajo që shpresojmë në ummetin islam. Është një ummet mirësia e cilit nuk do të vdes kurrë, sepse me largimin e dikujt inshallah vjen e dikush që është i mirë si ai, biles mund të jetë edhe më i mirë se ai. Dikush egzageron dhe thot ditën që ka vdekur Abu Hanifja ka lind Imam Shafiu, edhe pse kjo nuk ka argument. Ai ka lidhje me familjen e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Konsiderohet nga trashëgimtarët e familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe po ta kapish, do të thënë, lidhjen prej ardhen e tij, bashkohet me profetin alayhis salam tek një nga gjyshurit e tyre të largët, i quajtur Abdu Manaf. Pse quhet Imam Shafiu? Emri thashë ka pas Muhammad ibn Idris. Gjyshurit e tij pak a shumë të largët, jo direkt, domethënë babai i tij apo gjyshi pak më të largët, kanë qenë nga shokët e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Biles gjyshi më i largët ka qenë nga robërit e luftës në luftën e Bedrit. Por që më vonë, domethënë, ai pagoi veten e tij, domethënë, shtroi vetëm me para, ndërsa një gjysh më i afërt e ka pas emrin Shafi'. Prandaj Imam Shafi'iu kish qef të thirrej Shafi'i, domethënë në lidhje me këtë person, sepse ky ishte direkt nga sahabët e pejgamberit alayhis salam. Ishte musliman që në rinin e tij. Imam Shafiu nuk ka lindur në tokat arabe, nëse i fusim arabe, domethënë gatishëm arabik, por ka lindur në Gaza të Palestinës së sotme. Për vetë faktin sepse babai i tij, i cili ka qenë shumë i varfër, kish emigruar për punë në qytetin e Gazës dhe thonë që sapo i lindi ky djalë shumë shpejt vdiq dhe e la jetim. Edhe kjo është habishme, një pjesë e madhe këtyre njerëzve vetë vërtet kanë patur atë fatin të rriten jetim, për të treguar Zotit se çfarë bën, do thënë Allahu xhallahu. Për këtyre njerëzve që pjesa më e madhe e privuar nga si thosh ngrohtësia prindërore, Zoti bën mrekulli. Nëna e Shafiut ishte një grua, do thënë, shumë e zgjuar, shumë e urtë, tamam që më quhet burrnesh, sepse kjo e rriti këtë njerëj. Edhe thonë, gjithmonë mas njerëzve të mëdhenj duhet ketë gra të mëdha. Qoftë kjo nën apo bashortja e tij. Nuk dalin njerëzit kot. Është dikush patjetër që qëndron nga mbrapa. Prandaj është mirë që njeriu të mundohet me fëmijët e tij, domethënë. Mundohet sa të ketë mundësi që ndoshta kontributi i tij ka për të dhënë ato fruta edhe mbasi të ndrojë jetë vetë njeriu. Nëna e Imam Shafiu thashë edhe një herë dallohet për zgjuarsinë e saj, edhe kur i vdiq burri dhe e la djalin në jetim, qëndroi rreth 2 vjet në Gaza, pastaj e mori djalin ta çoi prapë në Mekë. Me një qëllim që të mos i humbi prej ardhja. Ideja të mos i humbi prej ardhja pa ishte që ky fëmijë të rritej atje ku nga kishte origjinën, sepse kishte lidhje me familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thonë që ishte një grua shumë e zgjuar. Një herë kadiu e asaj kohe, pra gjykatësia e asaj kohe, kishte ndodhur një problem, kishte marrë për dëshmitare, përveç dëshmitarëve të tjerë, nënën e Shafiut dhe një grua tjetër. Mi po kishte dhënë urdhër kadiu që gratë mos rrinë bashkë. Ta jap një herë dëshminë e para, pastaj të futet e dyta, nga frika se ata do përsërisin njëra tjetrën. Kur dha këtë urdhër kadiu, nëna e Shafiut kundërshtoi. Tha nuk është e drejtë kjo që kërkon ti. Pse tha? Tha sepse Allahu xhallashanuhu biles ka urdhëruar të jenë bashkë gratë. Normalisht dihet që në fen ton, kur vjen puna tek dëshmia grave duhet të jenë 2 gra. T'japin dëshmi, që barazohen një dëshmi burri. Edhe kjo ka një urtësi, thot Zoti vetë në Kur'an, sepse ndoshta harron njëra dhe ja kujton tjetra, hollësitë e ngjarjes. Nëna Imam Shafiut i tha ti për atë punë, ti s'ke drejt na ndash, duhet na bashkosh. Se nëse harron njëra, ka për ta kujtuar tjetra. Pra, kjo është histori për treguar zgjuarsinë dhe urtësinë e kësaj gruaje që rriti Imam Shafiu. Ish shumë i zgjuar vetë Imam Shafiu. Dallohet për memorien e tij të jashtëzakonshme. Nuk është habi që nga njerëzit me memorie më të madhe që kanë ekzistuar në mes muslimanëve. Thonë që mësoi Kur'anin përmes në moshën 7 vjeç.
dhe rreth moshës 10 vjeç kish mësuar përmes librin e Imam Malikut të quajtur El Muwatta. Ishte një libër jashtëzakonisht i madh. E kish mësuar përmes me mira hadithe që ishin brenda, por ishin jashtëzakonisht varfër. Saqë thoshte vet Imam Shafiu, nuk kisha mundësi të bleja lapsa dhe letër ku të marrë shënimet. Shpeshherë thotë shkoja tek shtëpia, tek institucioni, po themi kalifit të asaj kohe, i emirit, guvernatorit, dhe mblidhja letra që ata i kishin hedhur. Piliston, kjo është një nga ato shkaqe që ai ka pasmësuar shumë përmendsh. Nga që nuk kishte dhe letra ku të mbante diturinë. Prandaj them se kjo janë mrekulli të habitshme. Nuk e bësh me një njerëz që nuk ka patur ku të shkruaj. Imagjino se çfarë pozicionesh arrin. Nga që ishte shumë i varfër, thonë që mësuesi nuk i jepte shumë, nuk i tregonte shumë interes ndaj tij. Sepse edhe mësuesi asaj kohe, domethënë shifte kush jep diçka më shumë. Ky ishte fëmijë pa baba, në familje e varfër ku nëna s'jepte kur gjë, domethënë, edhe nuk tregonte interes. Mirë po, një ditë prej ditësh, habitet vetëm mësuesi sepse kishte munguar, shikon që ky nxënës, që deri më sot si kishte treguar kur interes, kishte shpjeguar komplet mësimin e ri. Vetë. Edhe mësuesit i erdhi mirë nga kjo gjë sepse mungonte shpesh dhe linte pastaj Shafiun që të shpjegojë mësimin në vend të tij. Do zgjidhte problemet e tij, hallet e veta, nga ana tjetër domethënë shikonte që dikush i ambulon këto. Imam Shafiu tregon për vetë e tij, thotë jam lutur Zotit për 3 gjëra. Duke pirë ujë Zemzemi. Jam lutur Zotit për dituri, që të më shtoj Zoti diturinë. Dhe me të vërtetë e ka plotësuar Zoti këtë. Ka qenë thonë shumë i shkatët në gjuhën e tij, në hedhjen e shigjetave. Jam lut Allahut edhe për këtë gjë. Dhe më dha Zoti dhe jam lut edhe për xhenet dhe shpresoj thoshte që edhe këtë të jap Allahu xhallahu shanuhu. Nëna e Shafiut, duke patur interes se djali i saj të mësoj gjuhën e pastër arabe, e cila vetë vërtet është një kuror në kokën e çdo njeriu, nuk e linte në Mekë, nga frika sepse mos imagjino në atë kohë kish frikë se mos i prishë gjuha. Dhe çoi në një fis që quhej fisi më oratori arab, fisi Hudhail. Atje e la për 10 vite me radhë, 10 vite me radhë. Të mësoi, domethënë gjuhën e pastër arabe, saqë Imam Shafiu, një moshë shumë, pa kalu 20-tat, arriti të bëhet nga njerëzit më orator të asaj kohe. Edhe kur erdhi në Mekë, në atë kohë, kishte vende me xhelisa që themi ne, ku mësoi fiku, mësoi hadithi, mësoi oratoria, poezia, gjitha ishin bashkë, gjitha që ishin pjesë e fesë. Dhe ule Imam Shafiu dhe u jepte nxënësve, do të thonë nxënësve të tij edhe vetë ishte i ri, u jepte mësim në gjuhën arabe. Saqë tregohet për ti nuk ka gabuar asnjëherë në rregullat e gjuhës. Një kohë që gjuha arabe është e vështirë. Do të thonë për ato që e njohin pak e dinë që është gjuhë shumë e rregullta dhe është, do të thonë, e pakta gjë që është njeriu bën gabime. Por Imam Shafiu thonë nuk dikush ti thotë që këtu e bëre gabim, këtë rregull. E bën rast emror apo rast gjinosh më, nuk njihet asnjëherë diçka të tillë prej Imam Shafiut. Mirë po, kush ja ndryshoi rrjedhën këtij njeriu nga një, po themi një poet. Do shikojmë se Imam Shafiu është nga poetët më të mëdhenj të kohës. Nga një poet apo një orator ta bëj dietar të fikut, ta përmendi gjithë bota islame, një nga të afërmit të tij. E shikonte duke dhënë mësim dhe i tha, ishte i afërm Imam Shafiut, nuk më vjen mirë që kjo zgjuarsi dhe kjo gjuhë nuk ka me vete dhe fikun, diturin, njohim për Zotin. Më vjen keq domethënë diçka e tillë. Qof këtë njerëz domethënë me gjithë këtë potencial. Domethënë mos ketë me vete dhe fikun, edhe kjo e preku Imam Shafiu dhe pyeti atë, po ku ta marr fikun sot? I tha ka një njerëz në Medinë, i cili konsiderohet nga njerëzit më të saktë në transmetimin e diturisë pejgamberit alayhis salam, ishte Imam Maliku. Tash i kthehemi me një pikë që kemi treguar nga mësimet e Imam Malikut. Imam Malik ishte shumë autoritar si tip. Edhe emiri asaj kohe kishte zor me fol Imam Malikut. Edhe atëherë nëna kur dëgjon për Imam Malikun, kërkon prej emirit të Mekës që ai t'i jap një letër, domethënë Shafiut, e ta çoi që të marrë mësim tek Imam Maliku që ishte në Medinë. Historia është në shkurt e kemi treguar dhe nga mësimet e Imam Malikut, është që vetë emiri i Medinës kur vjen kjo letër thot me gjithë qejf, po nuk mund të rri përpara të njeriu. Ai njeriu është autoritet i jashtëzakonshëm, do të kish siklet dhe vetë emiri i Medinës. Por Imam Shafiu nguli këmbë, i thotë që, do thënë, aman të shkojmë ndërmjetëso tek Imam Maliku. E vërtetë është që Imam Maliku do të thënë kur doli një herë me zor doli jashtë, kur e mori vesh se kush është, i thanë që
ka sjell emiri i Mekës një letër. E lexoj letrën, letra thoshte për tek Imam Malik, domethënë, interesohu për këtë njeri, mësohu të japësh dituri kështu më radh. Imam Maliku për habin e gjithë e hodhi letrën. Edhe shpjegoi këtë, tha, a pas ka arritur që dituria pejgamberit alayhis salam të merret me ndërmjetësime? Pas ka arritur puna që emiri, domethënë, ndërmjetësoi për këtë punë me miqësi, dituria nuk është me miqësi. Por në këtë kohë ndërhyri Imam Shafiu dhe i foli për veten e tij, atëherë thoni ka thënë dy fjalë. Më njëherë sapo dëgjoj, thot Muhammed ibn Idris, mundohu mos bësh gjuna, se ti Zoti ka për të dhënë, do thënë, një të ardhme të lartë. Këto fjalë ka thënë Imam Malik. Mundohu të mos bësh gjuna, se ti me lejë Zotit do të kesh një të ardhme. Dhe e shoqëroi Imam Malikun për 9 vjet, derisa vdiq Imam Maliku. Kur ka vdekur Imam Malik, Shafiu ishte akoma djalë i ri, ishte 29 vjeç. Në atë kohë i rrinin mrapa dietarëve, për mos me thënë mushkës dietarit, rrinin nxënësit me vite me radhë. Edhe thoshin me shakat, kush e don diturin, le të dëgjoj erën e bishtit e mushkës filanit, domethënë. Ma shu i rini, domethënë, marrë dietarëve, me vite me radhë, derisa ti merrnin diturin. Biles kish dhe dietar, kjo sa për treguar që nuk e shisnin diturin kështu thosh rrugave, por shifnin kush ka interes për dituri. Thoni sepse kjo dituri duhet kërkuar, duhet me ders për të fituar diturinë. A qurin, se qurin diçka kështu që din në rrugë dhe bërtit mësohu njerëzve. Njerëzit duhet ta kërkojnë diturinë. Për sa i përket Imam Shafiut, thash edhe një herë, njihet për poezitë e tij të jashtëzakonshme. Biles mund të konsiderohet nga njerëzit që ka rregulluar, si thush, poezinë arabe në përgjithësi. Por poezia e tij, në ndryshim nga poetët e tjerë, ishte poezi që fliste për Zotin, për diturinë, për vllazërinë. Ka pas sa poezi nëse thjesht po japim kuptimet e tyre. Ai thoshte që janë të rrallë vëllezërit, ato që quhen vëllezër, që mund të ta qush vëlla në fe. Në atë kohë thoshte, domethënë, para 1400 vitesh, ose 1300 vitesh. Janë rrallë njerëz që mund t'i thosh vëlla në fe. Edhe tregonte për një nga ato njerëz që mund të quhet thot vëlla në fe, thot shkova tek vëllai im i sëmur dhe u smura kur e pasha të smur, domethënë. Thjesht me se e pasha u smura vetë. E kur erdhi vllai im e mpa mua të smur, u shërova duke e parë ato që ishte shëndosh. Ishte shëruar, domethënë. Pra thoshte që janë trall njerëzit që fliste për problemin që gjithmonë problemi është tek njeriu. Në poezinë e tij, pra mund të po nëse analizohet poezia e tij, do të shikosh që ai flet për situatën e tij. Dhe thoshte problemi gjithmonë është tek njeriu, do them 2 vjersha, do them në arabisht, pastaj do i komentojmë inshallah. Naibu zamanana wal aibu fina, wama li zamanina aibun siwana. Nahju dha az-zamani bighayri jurmin, walau nataqa az-zamanu hajana. Thot ankohemi për kohën tonë, për kohën ku jetojmë. Dhe ankesa duhet të jetë tek vetja jonë. E fajsojmë kohën tonë dhe faji është tek ne. E nuk ka asnjë faj koha jonë, përveç se na pati ne njerëz që do të jetojmë. Ky është faji i kohës tonë. Na pati për pjesë të jetojmë ne. Pas e thoshte, ankohemi ndaj kësaj kohe pa drejt të fajsojmë atë. Sikur të kish mundësi të fliste ajo do të ankohej për ne. Është një koncept, njerëzit thonë u prish koha, e prish dynjaja. Nuk prishet dynjaja, prishet njeriu. Njeriu e prish kohën. Për treguar pastaj njerëzit janë ata që shkaktarë që e prishin kohën ose jetën apo e rregullojnë atë. Imam Shafiu kishte një person që e quante, mund të themi, si lider shpirtëror. Edhe ato e mante gjithmonë thosh për ta udhëzuar. Ato e qunin wakia. Edhe shkonte gjithmonë, për shembull, ku kishte probleme, ku kishte halle. Një herë, sepse për Imam Shafiu thuhet ka qenë as njëri, domethënë, që mëson të aq kollaj përmendsh, saqë ndoshta nuk është egzagerim, por thonë që shifte me një të parë fletën e Kuranit dhe mëson të përmendsh. Biles nga një herë tregojnë që mos për hapte mushafin 2 fletë, i ngatroheshin fletët ajetet njëri me tjetrin. Nga që shikonte dhe mbulonte njërin anë për të mësuar anën tjetër. Mirë po, ai konstaton një ditë për ditës që nuk po mësonte përmendsh. Nuk kishte më atë forcë memorie. Edhe shkon tek El-Wakia, që ishte si thosh po themi si lider shpirtëror ose më i madh se ai, dhe ankohë që nuk po mësoi dot përmendsh. Në gjuhën mali që ishte diçka e jashtëzakonshme. Imam Shafiu po lexonte 3-4 herë një faqe dhe po mësonte dot përmendsh, sikur që herë të tjera vetëm e lexonte faqe. Edhe ky El-Wakia i tha
tregon vetë Shafiu diçka tillë, shakawtu ila waki'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي وأنقوا تكوكيعي për dobësinë e memorjes time dhe më udhëzoi ti lej gjunahet dhe më tha që dituria është dritë prej Zotit dhe drita e Zotit nuk i jepet mëkatarit. Më thanë kuptoj që ai kishte diçka. Edhe vetë Imam Shafiu tregon që thonë që kishte parë themrën e një gruaje, themrën e zbuluar të një gruaje dhe si thosh nefsi apo epshi thosh kishte bërë diçka të tillë dhe konstatoi që prej kësaj, domethënë, ai nuk mësonte dot përmend Kur'an siç kishte mësuar deri më sot. Imam Shafiu ka një histori sepse masi vdiq Imam Malik ka qenë nga ata mësues që i mbante nxënësit e tij, edhe me shpenzim, edhe me para, si gjithë dietarët e saj kohe. Pas vdekjes së Imam Malik, Imam Shafiu e patu shumë keq, edhe do duhet të punoj, dali për punë. Çfarë pune do thoni ju? Do të bësh një nga pushtetarët ose një nga nëpunësit e shtetit të asaj kohe, të Abasit. Një men në fundin e dynjas, do shkonte por si nëpunës i këtij shteti. Mirë po atje pa që bënte me një guvernator apo prijes, do të thonë që ishte shumë i padrejtë. Dhe Imam Shafiu shprehte gjithmonë ankesat e tij ndaj këtij njeriu. Ish bërë një lëvizje thosh kundra këtij personi dhe e futën Imam Shafiu në atë grup, domethënë padrejtisht, duke menduar se ky ka ardhur me këtë qëllim për të prishur rendin, domethënë. Dhe e quan të hetohet në atë kohë para kalifit muslimanëve në Bagdad Harun al-Rashidit, një nga kalifët më të mëdhenj të muslimanëve të asaj kohe. Mirë po, 9 parët ishin 10 vetë bashkë me Imam Shafiu, 9 parët të gjithë u ekzekutuan me vdekje. Dhe ish radha 10-it. Imam Shafiu që do fliste, i linte ai të fliste domethënë. Edhe shifte, po patën argumente mirë, pas patën argumente domethënë urdhëronte sepse e quante këtë rebelim ndaj shtetit dhe përçarje të muslimanëve. Por Imam Shafiu në këtë kohë, domethënë pa u trembë për syri fare, foli. Ky njeriu prek, Harun al-Rashidi u prek shumë prek, nuk e mendonte diçka të tillë, nuk e njihte se kush është. Pastaj mbasi e pyeti për njohurinë, i thoshte Imam Shafiu, "Për kë ke fjalën? Për filan njohuri?" Thonë që Imam Shafiu ka qenë shumë i zgjuar ose shumë i njohur me preardhët e arabëve. Dinte gjithë fisët e arabëve, do të thonë se nga kishin preardhët, përveç gjërave të tjera. Edhe i tha, "Kush je ti?" tha. I tha, "Unë jam Muhammed ibn Idrisi." Ti tha Shafiu, tha jete? Po. Pse ç'ne me këtë grup? I tha që unë padrejtisht më kanë sjellë këtu. Ka sjell në punë si jot sepse ka inat ndaj meje. Edhe në atë kohë ishte dietar këshilltar i Harun al-Rashidit, Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, nxënësi i Abu Hanifës, dhe i tha, "A njeh këtë njeri?" Tha, "Kush nuk e njeh këtë njeri?" Ky është Shafiu, dituria e cilit nuk matet me kuintal. Ky është Shafiu. Normalisht që shpëton për kësaj. Nga nxënësit e Imam Shafiut është Imam Ahmed ibn Hanbal, edhe ai është në vërtet një nga imamdarët më të mëdhenj. Dhe thonë djali i tij e dëgjonte shpesh gjithmonë në dua, Ahmed ibn Hanbal lutej për mësuesin e tij. Kjo ka qenë tradita e muslimanëve. Edhe në duat tona është o Zot falna neve, prindërit tanë, mësuesit tanë, ata që u bën shkak me një formë tjetër të na mësojnë qoftë një shkronjë. Ne kështu lutemi për të parët tanë. Ai lutet shumë. Dhe i thotë, "Të kam dëgjuar shpesh të lutesh për Shafiun." Çfarë është ky Shafiu? Kush ka qenë ky Shafiu? I thoshte, "Shafiu thotë, ka qenë si dielli për dynjan dhe si shëndeti për njerëzit. A mund të jetohet jeta pa këta dyja? A bëhet jeta pa diell dhe pa shëndet?" Kështu ka qenë Shafiu. Nga mësuesit e tij është nxënësi i Abu Hanifës, thash më parë, Muhammed ibn Hasan al-Shaybani. Thoshte, "Ka mësuar prej Muhammed ibn Hasan një deve me libra." Deve me libra. Një kohë që Shafiu më vonë u bë shumë i lartë se Muhammed ibn Hasan ky. Mi po asnjëherë se haronte. Thoshte, "Ky më ka quar tek burimi i Abu Hanifës. Ky mësoi diturinë e Abu Hanifës." Imam Shafiu mori në fakt dy gjëra kryesore. Irakianët si thosh me liderët e tyre Abu Hanifën ishin shumë njerëz me ide shumë të forta. Dhe përdonin mendjen shumë, edhe shumë të fortë në argument. Ndërsa dituria e Mekës dhe Medinës ishte kufizuar, mund të themi, në tekst. Edhe nuk paralodheshin shumë këtë aspekt. Shafiu mori diturinë e Mekës dhe Medinës dhe diturinë e Imam Abu Hanifës. Edhe mund të themi që më vërtet ai kurorëzoi me sukses dy medhhebe të mëdha ose dy shkolla të mëdha. Prandaj nga medhhebi që është medhhebi gati më elastik në këtë pikë, sepse ka marrë diturinë e dietarëve ose Imam Maliku dhe diturinë e Abu Hanifës. Ka qenë dalluar për zërin e tij prekës në leximin e Kuranit. Thonë njerëzit, kur ata si thosh
u ngërsoheshin zemrat, shkonin tek Shafiu. Që kur ishte fëmijë, thonë që ishte shumë prekës në zonën e tij. Edhe vetëm e vinin të lexoj Kur'an. Që fëmijë, edhe kur rritej, shkonin dhe thonë na lexo pa Kur'an. Kur lexonte ai Kur'an, gjithë fillonin të qarin. Ai kur shikonte se njerëzit fillonin të qarin, e linte leximin e Kur'anit. Thoshte Kur'ani nuk është me bërtit. Kur fillon njerëzit të bërtisin, domethënë, ai ndalte këtu leximin e Kur'anit. Imam Shafiu ka patur disa lëvizje, vendi kryesor ku ka qenë Mekka dhe Medina, por ka lëvizë dhe në Irak, ku ka mësuar diturinë, thashë edhe një herë, të Ebu Hanifës. Thonë që një herë shkon dhe falet në xhamin me emrin Xhamia Ebu Hanifës. Aty ku është varri Ebu Hanifës, Zoti qoftë i kënaqur me të, Imam Shafiu normalisht ishte kundërshtonte mendimin ndaj Ebu Hanifës, sepse Hanefit e din që nuk i ngrin duart, domethënë në ruku e sejdë, domethënë vetëm fillimin ngrin tekbirin fillestar. Shafiit ose mendimi i Shafiit është se duart ngrihen në çdo tekbir. Por për habin e gjithë nxënësve të tij, kur u fal në xhamin e Ebu Hanifës, atëradh u fal pa ngrit duart, dhe namazin e sabahut Shafiit, vetë Shafiit thotë në fundin e rakatit dytë bëhet një dua, që duaja e kunutit. Bën një dua, dihet, kjo aplikohet në vendet e mëdhëbit Shafi. Ato nuk e bori atë ditë. Dhe pyetën, ç'ne, mos ka ndryshuar mëdhëb, domethënë, e bora thanë shenjë respektin tek këtij personi që është këtë varr. Kam turp ta bëj diçka të tillë para këtij personi, domethënë. Si ky njeri ka pas këtë mendim, unë falem përpara varrit të tij ose pranë varrit të tij, edhe vjen zor ta bëj diçka të tillë, në shenjë respekti. Kjo ka qenë është habis me vëllezërit. Këto dietar kanë pas një respekt të jashtëzakonshëm ndaj njëri tjetrit. Nxënësit e tyre ose pasuesit e largët kanë luftuar njëri me tjetrin. Duke u paksuar dituria, duke u paksuar toleranca. Kjo është rregull, është ligj, domethënë. Sa më thosh pak të ketë njohuri, aq më i madh është fanatizmi. Sa më shumë shtohet dituria, aq më shumë shtohet bashkëpunimi dhe toleranca mes njerëzve, mes muslimanëve. Qëndroi në Irak disa kohë ku pati mëdhëbin e tij, normalisht u njoh si dietar, pastaj ka kaluar në Egjipt. Unë këtu duhet ndalem pak. Kur kalon në Egjipt Imam Shafiu, gati 90% e ndryshon komplet mëdhëbin e tij. Thonë vetëm 14 probleme që është e fiku si ka ndryshuar, tjerë komplet i ka ndryshuar. Nga Iraku në Egjipt. Pse? Mos ndryshoi feja apo ndryshoi interesi? Ai pa që ky vend kishte kushte të tjera. Ishin njerëz të tjerë me temperament tjetër. Edhe e pa për obligim ta ndryshoi fetvan e tij. Dhe kjo është pjesë e fesë tonë. Prandaj themi që është fe elastike. Fe që mund ndrojë çdo situatë, sepse mendimi i njerëzve nuk është i shenjtë në këtë fe. Normalisht ka parime të bazë që nuk ndryshojnë, por pjesa tjetër është e ndryshueshme. Imam Shafiu pa që në Irak kishte pasur kushte të tjera. Njerëz me temperament tjetër, me kushte të tjera. Ku shkon në Egjipt pa njerëz të tjerë, kushte të tjera, lidhje tjetër me fen. Dhe gati thashë edhe një herë, gati 90% të mëdhëbit të tij e ka ndryshuar. Dhe realisht mëdhëbi Shafiu sot është mëdhëbi i ri që ka ndryshuar në Egjipt. Edhe dietarët gjithë e përmendin këtë rast. Thonë shikoni për treguar se ç'bën një ai ky është dietar. Ky është njeriu që është ilaç për njerëzit. Është i ngurtë mendimet e tij. Po shikon. Nuk themi që fen e ndryshon sipas situatës, por mendimin e tij sipas situatës. Se feja është shumë e madhe. Të marrësh përsipër të thuash që un po them fen, kjo është një obligim shumë i madh. Sa ka thënë Zoti këtë. Ti thua kjo është mendimi im fe. Ose un kështu e kuptoj diçka të tillë. Pra ndryshon gati domethënë, thash edhe një herë, mbi 90% të mëdhëbit të tij. Dalloi Imam Shafiu për etikën e jashtëzakonshme me debatuesit. Thonë që edhe vetë thot, asnjëherë nuk kam pas obligim të fitojnë debat, por thjesht të dalë e vërteta. Edhe ka qenë shumë edukat. Normalisht kur bëhet debat, mos mund thuash që njeriu se ka qejf të dalë mendimi i tij saktë. Ma është gati pa imagjinueshme. Ky thotë betohet që s'më ndonjëherë të bëj debat me një jetë për të fituar një debat. Po që në fund unë dhe vllai im, domethënë ta kuptojmë të vërtetën. Ashtu si mos e diçka e tillë. Edhe thonë që një herë debaton me një person, të nesërmen Imam Shafiu shkon dhe e ka për dorë atë, ai habitet. Se ishte bërë debat shumë i fuqishëm, më thënë. I thotë, debati që bëm dje, a na ndalon që sot t'jemi vëllezër bashkë? A ke ndonjë argument që është ndaluar t'jemi vëllezër? Ne mund të kemi mendime të ndryshme, por jemi vëllezër fe. Pra kjo e sillte si thosh një frym të re, në atë kohë që debati ishte, po themin kulm, shumë i nxehtë ishte debati fetar. Sillte që ne bëjmë debat për të gjetur të vërtetën. Por fundit jemi vëllezër kësaj feje. Sepse nga një herë në emër debatit, në emër diturisë, fillon përçarja, fillon fanatizmi dhe gati kështu e prishim fen tonë. Dallohet për jetën e tij të thjeshtë dhe për bujarinë e tij.
Imam Shafiu ka vdek një moshë të re, thash rreth 54 vjeç dhe ka vdek nga hemorragjia. Thuhet, ndoshta nuk është e vërtet, për të mbajtur mend shumë, sepse thash ka qenë i varfër, përdorte një diçka që ata arabët e quhenin atë kohë çamçakiz, domethënë, për ta mbajtur mendjen në mësim, dhe kjo i krijoi hemorragji, domethënë. Edhe thon, biles pjesën më të madhe të librave të tij e ka shkruar në kohën e hemorragjisë, kur kishte hemorragji gjithë ditës, domethënë hipte në kal edhe bëhet siç kali komplet gjatë, domethënë. E kishte problem. Mirë po thon, rreth 4 vjet me radhë, domethënë, hemorragji pa ndal, po thuash në asaj kohe, edhe gjatë asaj kohe ka shkruar librat kryesor që njihen në botë, librat e Imam Shafiut. Para se të vdes, nxënësit u futën dhe e pyetën mëngjes. Ishte moshë e re, e pyetën se si e gdhi sot mëngjes. Thot, jam gdhir duke parë veten që do të përballet me Zotin e tij. Pastaj thot, nuk e di nëse shpirti im a do shkojë në xhenet ta përgëzoj apo për në zjarr e ta ngushëlloj. Pastaj thoshte, kur zemra më ngurtësua dhe rrugët më ngushtuan para vdekjes, diçka të tillë, thot unë rregjan e bëra për tek Zoti shkallë, për tek falja e Zotit. Rregja shpresa ngelet tek besimtari në fund. I haron besimtari gjithë punët e tij. Haron gjithçka, vetëm ngelet shpresa tek Allahu xhallahu xhanuhu, thot kujtova gabimin tim dhe më duk shumë i madh. Gjunafi shumë i madh doli përpara meje. Pastaj thot kujtova që o Zot thot kur e krahasova gjunafin me faljen tënde, më doli falja që ishte më e madhe. Pra për treguar që besimtari në këto momente kujton që falja e Zotit ajo ngelet më e madhe. Imam Shafiu e ka varrin në Egjipt, ka lënë 2 djem dhe një vajzë sepse ka qenë i martuar vetëm me një grua. Disa fjalë të Imam Shafiut, me cilën kemi ta mbyll ligjëratën tonë, thoshte kërkimi i diturisë ka vlerë më shumë se namazi nafile. Edhe kjo nuk është diçka që ka thënë vetëm Shafiu, por dihet është pjesë, sepse dituria e bën njeriu më afër Zotit. Ndoshta shpesh namazi nafile kur njeriu ngelet i verbër në fenë e tij, nuk e afron tek Zoti. Thoshte debati në fe ngurtëson zemrën dhe prodhon urrëtie. Do thoshte, do kisha dëshirë që njerëzit ta mësonin këtë dituri prej meje, pa e përmendur asnjëherë emrin tim. Këto gjëra paktën dikush që merret me diturinë e di që nuk është e lehtë diçka e tillë. Ta mëson diturinë prej meje, por asnjëherë mos e përmendni emrin tim. Nuk duhet ngelet gjë në dorën time. Thjesht mëson njerëzit diturinë. Edhe thoshte sigur ta dija, të shprehjet e tij, që edhe uji i ftohtë ma ul burrin, më thanë, më ul autoritetin, nuk do ta pija kurrë atë. Imagjino se edhe uji i ftohtë, për arabët uji i ftohtë është, domethënë, gjithçka. Në mes shkretirës uji i ftohtë është gjëra më e madhe. Por thotë edhe uji i ftohtë sikur të ma ulte autoritetin, do ta pija kurrë diçka të tillë. Edhe thoshte, me cilën kemi për ta mbyll, ndoshta më duket si na bie pak kokës neve, thoshte kush vjen në mexhelisin e dijes pa laps dhe pa letër, është si personi që shkon në mulli pa drith. Nuk fitohet dituria vetëm me dëgjuar. I lutem Allahu xhallahu xhanu të ketë bereqet këto fjalë që tham deri tani. I lutem Zotit gjithësisë të mëshiroj Imam Shafiun, që është nga imamlarët më të mëdhenj, me thebit cilit është i përhapur jashtëzakonisht sot në botën islame, dhe lutemi Allahu xhallahu xhanu të na japë ne dituri, na bëjë nga ata njerëz që dituria i afron tek Zoti, edhe jo nga ato dituri që i largon nga Allahu xhallahu xhanu. Lutemi Zotit që të bëjë prej nesh, për fëmijëve tan, për nipërve tan, njerëz dietar që kanë për ta ngritur edhe një herë këtë fe në piedestal, siç ka qenë piedestal. Zoti është shpërblet të mira. Selam aleikum wa rahmatullah.